Alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun, se kur jo matin njerëzve, do të thotë yastawfun, kur dikush mat për këta, e marrin deri në maksimum me milimetra kështu. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ama kur jo masin të tjerëve këta, çka çdo bëjnë khusran, do thotë bëjnë noksanlëk. Atë vetën e marrin çdo në maksimum. Që këto është domethënë ajo cilësia e kulminacioni e kooperacisë, që është të vetën do të thotë ta marrë me precizitet, atë hujën të hapë çdo me mangësi. Çdo të hujën kur e jep me mangësi. Ne Allah subhanahu wa thotë ela yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. A nuk mendon ata se në ditë kanë marrë gjallë? Kjo është për kërcënim. Do më thonë që Allahu ka më ndëshku për këtë vepër që e bëjnë ata. E pjesa e dytë, inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun. E ata të cilët çka i kanë tejkalu kufin, kanë bërë zullum, janë talë me besimtar. Këtu përmendet edhe për talën, pjesa e dytë më që jo besimtar ka më talë. Po, edhe çka wa idha marru bihim yataghamazun, edhe kur muslimanët kalojnë pranë tyre, ata folin me zvete, do thotë për t'i përkesh ata. Kjo tegamuz do të thonë që me përmend të tjetrin, kulminacioni që është më shumë se gibeti. Në plus të shtëpia. Po, gibeti ti vetëm kallzon, nuk ki për qëllim me nënçmuat. Vetëm kallzon se ki kështu. A tegamuz është drejtë më e madhe se gibeti, që e përfshin edhe gibetin në vete. Thot lun e përmend atë për të tallë, për ta nënçmu. Për ta nënçmu. Ato zullumçar domethënë kanë më bëu kështu me muslimanët. Sot elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun azza wa jalla e falenderojmë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij festik dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë dhe ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot kena u mundu të thotë me e shpjegu kuptimet e suretul Inshiqaq, këtyre ajeteve, që është sure mekase, konsiderohet sure mekase, zbritur në periudhën mekase. Dhe kjo sure është e ngjashme me një sure që i kemi shpjeguna. Inshiqaqi edhe surja thotë unë do ta përmendi kuptimin e Inshiqaqit, pastaj do të kërkoj do të prej jush që të inkuadroni do të thotë në koment të Inshiqaqit me ajet tjetër që e kemi përmendur, domethënë me një sure, me një fillim të surës, po afroj përgjigjen pak më herët. Allahu azza wa jalla bismillahirrahmanirrahim thot idha as-samaa'u shaqqat. Thot edhe kur qielli do të qahet, ka më u pëlqit, ka më qah. Shaqqa shay'a yashquhu. Do të shaq quhet do të çdo sen që qelet e që është e mbyllët. Kur bëhet një vinë te, për çat shaq quhet edhe vara, shaq quhet edhe muqa, shaqqa. Shaq është çetër kuptim, shaq do të thonë dyshim, shaqqa me kaf do të thonë çarje. Do të thonë çarje, pëlqitje, çelje. E Allah zë gjerë thot edhe kur qeli ka me uqa. Ajet që është sinonim i qarjes është sureja El Po, e njëtin kuptim. Ka sure që është me njëtin kuptim, që është shak dhe sinonim. Suretul Infitar. Idha as-samaa'u infatarat wa idha al-kawakibu intatharat. E përmendëm. Kur qeli ka me uqa, ka me pëlqit. Wa idha al-kawakibu intatharat, si pasojë e kësaj edhe yjet kanë mu shkapërdert, kanë mu shpërnda, kanë mu disloku nga vendet e tyre dhe tëtë origjinit e së t'i ka kryu Allahu azza jall. E Allah s.w.t. thotë, idha as-sama, ajeti suretul Inshiqaq kryesisht ka të bëjë me shenjat e ditës së gjykimit, edhe do të thotë ndodhi që kanë të bëjnë në ditën e gjykimit. Edhe pse kryesisht gjuzi amme
duke fillu prej sureve neve e të poshtë, kryesisht domethënë shumica e sureve kanë të bëjnë me ndodhit që kanë me ndodhur para ditës së gjykimit, ndodhit që janë gjatë ditës së gjykimit, ndodhit që janë në ditën e gjykimit. Kryesisht domethënë këto i përfshin në vete edhe një pjesë e saj ka të bëjë me xhenetin edhe xhehenemin. Një pjesë domethënë e saj ka të bëjë me xhenetin dhe xhehenemin. Suratul Inshiqaq do të krye fond ka të bëjë do të me ndodhit që kanë me ndodhen apo më mirë thonë me shenjat e ditës së gjykimit. Dhe Allah Azza thot idha sama'un shaqqat, dhe kur qielli do të qahat. Ky qielli që është i madh, gjigant, madhështor, me fuqinë e Allahut Azza wa Jall, do të qahet dhe do të shkapërderdhet, do të prishet, nuk do të mbetet asgjë prej saj. E gjithë kjo përmendet për me tregu madhështinë dhe madhërinë e Allahut Azza wa Jall dhe fuqinë e tij absolute, dhe për me tregu nga ana tjetër se gjitha këto janë krijesa, të cilat krijesat do të respektojnë dhe implementojnë udhëresat e Allahut subhanahu wa taala. Kur themi respektojnë dhe implementojnë, kemi për qëllim se urdhrin e marrin si të tillë dhe të njëjtin realizojnë do të thotë në praktik. Kur Allahu do të thotë kun bëhu qahu prishu, qahet qielli. Ashtu siç do të thonë o shkriu me fjalën e Allahut azza wa jall kun bëhu. Wa idha as-sama'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Dhe çka qielli thotë e çon në vend urdhrin e Zotit pa hamendje, pa dyshim. Wa huqqat, dhe ashtu i ka hije. Ashtu siç është kriju qielli me urdhrin e Allahut azza wa jall, pa i pyet Allahun se pse. Sepse Allahu azza wa jall e ka kriju qiellin wa hiya dukhan thot në Kur'an. Edhe ajo do të thotë para kësaj ka qenë tym. Nuk ka ekzistuar do të thotë si qiell, sikurse na e kemi sot. Por se Allahu azza wa jall kur ka urdhëruar që të krijohet qielli s'ka pyet pse. E ka respektuar dhe e ka çuar në vend urdhrin e Allahut azza wa jall. Por edhe shtash kur i thotë që të prishet, të çahet dhe çka përderdhet, thotë Allahu azza wa jall wa adhinat li rabbiha wa huqqat, thotë edhe çon në vend urdhrin e krijuesit të vet. Këtu përmendet li rabbiha. Wa adhinat li rabbiha. Thuhet Rabb sepse Allahu azza wa jall është mbikëqyrës i qiellit, është krijuesi i qiellit. Dhe ai do të thotë menaxhon me qiellin. Dhe ai atë që thot që të bëhet në qiell bëhet, dhe atë që thot që të mos bëhet ajo nuk bëhet. Por kjo shak përmendet këto emri Allahut Rabb, që me tregu se qielli e din se krijesa e kujt është. Dhe për këtë shak e çon në vend urdhrin e Zotit të vet, wa huqqat, dhe ashtu i ka hije. Dhe ashtu i ka hije do thotë që të veproj me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Wa idha al-ardu muddat. Wa idha al-ardu muddat. Dhe kur toka është përmend të muddet, dhe kur toka do të bëhet rafshin. Përmendet se toka do të bëhet rafshin për me tregu se kjo tokë e cila është e rumullakët, e cila ka do të thotë kodra, e cila ka do të thotë lugina, e cila ka nalësina, e cila ka thellësina, do të në ditën e gjykimit do të bëhet e rafsht, nuk do të mbetet më e rumullakët. Pse do të bëhet e rafsht? Kam përmend komentatorët e Koranit se do të bëhet e rafsht që njerëzit ta shohin si të parën ashtu të fundit, si të fundit ashtu të parën. Do të bëhet e rafsht, dhe përmend nga disa komentatorë të Koranit, do të bëhet e rafsht sikurse kur bëhet e rafsht likura e hevonit pasi që të 7 vitet. E keni pa likura kur 7 vitet dhe kur të pastrohet, kur e lëshon rinë rafsht drejt rinë. Ashtu do të bëhet edhe toka e cila është e madhe dhe është e rumullakët. Dhe në ditën e gjykimit wa idha al-ardu muddat, ka më bë mud. Për këtë shak përmendet më mud al-basar apo mad al-basar, përmendet atë shikimi i syrit atë sa she. Në ditën e gjykimit do të njerëzit kanë me pa sikur fillimin ashtu edhe mbarimin e tokës, që me simbolizu se asgjë nuk ka mundësi mu më fshehë më në atë ditë. Çdo send ka me qenë në mejdan, rafsh dhe drejt dhe e pashme dhe e dukshme. S'ka më do të dikush me qenë nalt, dikush me konë poshtë, dikush me konë mas, dikush me konë para, dikush me konë thellë dhe dikush me konë shumë nalt. Ja, do të thotë çdo send do të jetë në nivel të barabartë dhe do të jetë i dukshëm dhe asgjë nuk ka mundësi me u fshehë. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dhe toka alqat ma fiha. Çdo send që ka në vetë do ta nxjerr.
wa takhallat, dhe do të largohet prej saj. Do të nxjerrë prej saj. Do të nxjerrë prej saj gjithë njerëzimin. Prej Ademit alayhi salam deri te njeri I fundit që ka metuar në ditën e gjykimit. Gjithë që do të jenë nën tokë të vorosën do të nxjerrë prej saj. Do të nxjerrë prej saj për të llogaritë tek Allahu azza xal pas fryrjes, do të thotë që do të bëhet në sur. Dhe kur toka do të nxjerrë në ta, do të nxjerrë në mejdan edhe pasurinë që është në tokë. Gjitha pasuritë që janë nën tokë do të dalin në mejdan. Dhe këtu ka simbolik dhe ka do të thotë arsye sepse toka do të nxjerrë gjithë njerëzimin me gjithë pasurinë. Për me tregu se shtash e gjithë kjo pasuri pas të cilës ju keni vrapu, edhe kjo nuk ju bën dobi. Përsa ajo që bën dobi juve shtash janë veprat e juve të mira të cilat I keni bën këtë dunjë. Dhe kjo është do të thotë një mësim do të thotë për njerëzit se kjo tokë fshehin në vetë shumë pasuri. Fshehin në vetë do të thotë shumë gjëra të cilat janë atraktive për ne dhe tërheqëse. Por se nuk na bëjnë dobi në dunjë. Dhe se pointa është se duhet që të veprojmë vepra të cilat këto në këtë moment, këtë ditë kanë me na bë dobi e ato janë vepra të cilat janë në hijen e Kuranit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat, përsëri këtu përmendet se toka dhe qielli, do të thotë se qielli do ta respektoj se toka do ta respektoj urdhrin e Allahut azza wa jall dhe sa ashtu ka hije tokës. Që ta çojë në vend urdhrin e Allahut azza wa jall dhe ta respektoj atë urdhër. Siç përmendet te qielli nalt kur Allah do ta çojë se qielli do ta respektoj urdhrin e Allahut azza wa jall në të njëjtën formë edhe toka do ta respektoj urdhrin e Allahut azza wa jall sepse ashtu ka hije, sepse Allahu azza wa jall se ka pyet kur e ka kriju tokën, edhe shtash nuk do ta pyet kur atë do ta shkatërrojë, do ta bëjë do të thotë në mënyrë apo në mënyrë të barabartë. Thotë pasi që është e rrumbullakët, do ta bëjë të barabartë dhe tokës kështu I ka hije që ta respektojë urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ja ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Thotë o ti njeri, inneke kadihun ila rabbika kadhan, thot ti e ke marr rrugën për të afru dhe për të shku te Zoti jot, famulaqi, dhe pa hamendje se kemi taku krijuesin tonë. Allahu azza wa jalla në këtë ajet kuranor I drejtohet gjithë njerëzimit, dhe I thot ja ayyuhal insan, o ti njeri, qofsh musliman apo jo musliman, qof bamirës apo keqbërës, qofsh I pasën apo fukara, pa më parasysh se kush je, nëse je insan, nëse je krijesë, e ke marrë rrugën për të shku të krijuesi tënë, të krijuesi I jot. Famulaqi, por nëse ki me shku, por se dhe ki mu taku me ta dhe ki mu ballafaqu. Ki mu taku dhe ki mu ballafaqu me Allahun azza wa jall. Ki mu ballafaqu për dhon llogari për veprat e tuja. Për dhon llogari për punët e tuja që I ke bën këtë dunjë. Qofshin të mira apo të këqija. Me rëndësirë se ti keme taku Allahun azza wa jall. Dhe vetë fakti se do të takosh me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe se do të japsh llogari për veprat e tuja, është do të thotë një takim I cili takim do të thotë duhet që ta rinçeth trupin çdo njeriu. Ta trishet dhe ta friksoj nga ky takim, sepse pas këtij takimi nuk ka më kthim mbrapa. Dhe sa ti më bëhet gjykimi, dhe sa ti do të mirret vendimi për ti. Pa më parasysh se vendimia do të mirret që ti t'jesh nga banorët e xhenetit apo të jesh nga banorët e xhehenemit. Por se me rëndësi është se ti t'jesh I vetëdijshëm se e ke marrë rrugën e cila rrugë të afron te krijuesi jot, të afron sa më afër dita e ditës për të takuar me Allahun azza wa jall. Edhe njëri kur ta lexon këtë ajet kuranor, vetëdijsohet se çdo frym që e kemi më tepër, aq më afër jemi Allahut azza wa jall. Çdo ditë që jetojmë më shumë, çdo ditë aq ditë më pak na kanë mbet për të takuar me Allahun azza wa jall. Ne nuk duhet më u gëzu se e kalum një ditë, por se duhet më pikëllu se na kanë mbet një ditë më pak. Kështu mendon besimtari. Mos u gëzo se e kalove një ditë, por se mërzitu se të kanë mbet një ditë më pak, e pyete veten se çfarë veprove, e pyete veten se si do të veprosh.
Kjo është llogaria, të cilën llogari besimtarët duhet ta banë si pasojë kuptimit të këtij ajeti kuranor ku thot innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Do thonë innaka kadihun ila rabbika kadhan. Kadihun kadhan, përmendet për ta verifikuar. Se ti ke nis rrugën për të afruar, dita e ditës më afër dhe do të jesh më afër, thot Allahu subhanahu wa taala. Kadhan, dhe do të jesh më afër. Kadihun fa kadhan. E përmend se Allahu azza wa jall do thot, e ka bërë ligj të tij se çdo ditë që e kalon një më afër dhe ka më qenë më afër, pa hamendje. Mos ja lë shejtanin që më të mashtron. Për këtë shkak këto është përmend me harfu të ekid, kadhan, që do të thonë do thot për me ta vë me dije se nuk të hik takimi me Allahun subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, thot Allahu, përsa i takon atij të cilët do t'i jepet libri në krahun e djathtë. Allahu na bëf prej tyre që do t'ju zbret libri në krahun e djathtë. Thot sa i takon atyve që libri do t'ju zbret në krahun e djathtë, në dorën e djathtë. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Thot ata do të llogaritën me një llogari të lehtë. Llogaria e tyre do të jetë e lehtë. Si përmend pejgamberi sa në shumë hadithe, se Allahu azza wa jall atyve do t'ju thot, o robi jam, ti bone vepra të këqija dhe gabime gjunohen në dunjë, e unë ti msheha në dunjë, ti fsheha. Nuk ti bona që ato mëkate të jenë të dukshme dhe njerëzit të shohin. Dhe shtash këtu në këtë dunjë po t'i fale. Po t'i fale. Pse përmendet to fesaufe yuhasabu hisaban yasira, se Allahu do t'i llogaritet ata me llogari të lehtë. Edhe pse qëndrimi para Allahut azza wa jalla është madhështor, rënqethës dhe i trishtum, dhe besimtar të gjithë që do të frigohen. Argument për këtë është se edhe pejgamberët do të thonë në ditën e gjykimit nefsi, nga gajla e madhe që e kanë. Ama kur të vinë para Allahut azza wa jall, kur Allahu subhanahu wa taala do t'ju thotë, ti ke bën gjunohe, të cilët unë ti fshefa në dunjë, e shtash ti po t'i fali, këtu më do më thonë e gjithë vështirësia harrohet, dhe faktikisht më ky rob i cili qëndron para Allahut azza wa jall i harron gjitha ata dhe i duket se llogarinë më të lehtë në dunjë e ka kë. Dhe më harron se ka pas diçka të rëndë, dhe Allahu azza wa jall si pasojë e kësaj ja fal gjunohet, dhe përgëzon për faljen e gjunoheve, dhe i thot: "Wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Dhe ky i cili e pat llogarinë e lehtë, shkon dhe kthehet tek familjarët e tij në xhenet, çka mesrura, i gëzum, i lumtur, për përgëzimin e madh që ja dha Allahu subhanahu wa taala, sepse e llogariti me të lehtë, Allahu na llogarit që të gjithëve me të lehtë. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, thot sa i takon atyve të cilëve libri ju zbret pas shpine. Kur përmendet libri, zbritja e librit pas shpinde, është për qëllim zbritja e librit në krahun e majt. Në krahun e majt. Për kësaj shpeshherë në Kur'an përmendet do të thotë se Allahu azza wa jall do të azbret atyve do të thotë në krahun e majt. Do të azbret do të thotë librin. Këtu në këtë ajet kuranor përmendet se do të azbret pas shpine. Pse përmendet pas shpine? Për shkak se ky libër ka me zbrit me vështirësi, sepse marrja e sendit pra pas shpindes paraqet vështirësi dhe paraqet ngarkesë dhe rëndësi për njerin, për krijesën. Dhe këtu përmendet zbritja e librit pas shpindes që me tregu se ky libër sjell me vete vështirësi, sjell me vete azab. Sikur se dikan me urdhëru me marr diçka pas shpine pa u kthi. Kjo paraqet domosdoshmë sepse e para nuk sheh, e para nuk e din se çka ka, e dyta e ka rënd që ta merr atë. E gjithë kjo tregon se këto i pret diçka shumë e rëndë, shumë e madhe, shumë e vështirë. Ngarkesë është për ta, ngarkesë e madhe, e cila ngarkesë vjen në kundërshtim me fuqitë të cilët fuqia ka dhënë Allahu azza wa jall një krijese. Pra paramendone
vetëm zbritja e librit, çfarë ngarkese paraqet për ta, e jo më ajo që është e shkruar në atë libër. E jo më ajo që është e shkruar në atë libër. Thot Allahu Azza wa Jall: "Fasawfa yad'u thubura." Fasawfa yad'u thubura. Thot ky njeri, këtu përmendet fasawfa yad'u thubura. Thot ky njeri kur të zbret libri në krahin e majt, ka me fillu me vajtu dhe me mjeru vetveten. Yad'u ka me fillu me piskat, me vajtu, me mjeru, dhe thot vetveten, sepse kupton se fajtor për zbritjen e këtij libri në të majt është vetvetja e tij. Dhe kupton nga ana tjetër se nuk ka kthim mas kësaj, se nuk ka më pendim, se nuk ka më ndryshim, se nuk ka më kush ndërhin në këtë gjykim të Allahut Azza wa Jall. Dhe ai fillon që ta mjeroj vetveten, fillon do të thotë që të piskas dhe do të rënditet me fjalë, të cilët fjalë do të thotë e mjerojnë vetveten e tij dhe askan tjetër. Wa yasla sa'ira. Dhe si pasojë e kësaj, ky njeri do të digjet në zjarmin e xhehenemit. Pasi që Allahu Azza wa Jall do t'ia zbret librin në krahin e majt pa shpinë, dhe ky do ta mjeroj vetveten sepse ka kuptuar se më fundi i tij dhe përfundimi i tij është në xhehenem, wa yasla sa'ira, edhe do të futet në xhehenem. Dhe këtu përmend yasla, se Allahu Azza wa Jall do ta futë në xhehenem, do ta djeg nga gjitha anët. Do digjet me ka krejt. Do të nuk ka këtu djegje të një pjesës të trupit e amnestimi i pjesës së tjetër të trupit. Por se Allahu Azza wa Jall këtë njeri të cilët i zbriti librin në pas shpine dhe do ta mjeroj vetveten, ky do të digjet në xhehenem, do të thotë në të gjitha anët e trupit të tij. Për me tregu se azabi dhe dënimi i këtij njeri do të jetë shumë i rëndë dhe shumë i vrasht, që Allahu Azza wa Jall do t'ia përfshi tan trupin dhe gjitha gjymtyrët e trupit e tij, që janë gjymtyrët e brendshme dhe të jashtme. Për këtë shak përmendet te Ebu Talibi se Allahu Azza wa Jall e dënon me zjarr të xhehenemit, ku çka ja kanë shti kont në xhehenem dhe i vlon truni. Truni i vlon truni. Kurse këta do të digjen do thotë me gjitha gjymtyrët që i kanë në vete dhe kanë me përjetuar azabin e xhehenemit, do thotë edhe nga ana e brendshme edhe nga ana e jashtme, do thotë edhe kjo është kuptimi i ajetit wa yasla sa'ira. Innehu kana fi ahlihi masrura. Thotë e ky i cili digjet shtash në xhenem, kur ishte në dunjë ishte i lumtur. Përmendëm në manalt për xhenet lin, çka tham? Do t'i lumtur. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Shikoni këtu kemi dy gëzime. Gëzimi i xhenetlis pas që të vjen libri në krahun e djathtë, kthehet tek familja vet i gëzuar, i lumtur. Lumturia e cila është e përhershme. Kurse ky i cili i zbriti libri pas shpine, ki thot në dunjo ka qenë i lumtur, a me lumturi ka qenë e kufizume. Është lumturi e cila është vetëm këtë dunjo, kurse në atë dunjo, çka? Do të ballafaqohet me azab të rëndë dhe të vrasht, që nuk kupton se Allahu Azza wa Jall dikën ka me sprovuar këtë dunjo me lumturi, të cilën lumturi ai nuk ka me ditë, me të cilën lumturi ai nuk ka me ditë që me falendëru Allahun Azza wa Jall, e në atë dunjo kur ta dik me xhehenem, ka mi thonë ti në dunjo ishe i lumtur, për me ashtu azabin, duke ja përkujtu lumturin që e ka pas në dunjo. Allahu na ruaj nga kjo. Për me ashtu azabin, dhe thot, duke ja përmend të mira që i ka pas këtë dunjo, dhe për t'ja bo me dije, se unë pas gjithat mirave që t'i dhash, ti u bonë në përkëmbës të mirësive të mia. Dhe shtash, digje me ka krejt. Wa yasla innehu dhanna alla yahur. Ky ka mendu me vetveten dhe ka llogarit se kur nuk do të llogaritet. Se kur nuk do të krihet, do të thotë
kjo dunjë dhe kur nuk do të mbarojnë mirësitë e kësaj dunjë dhe se kur nuk do të jep llogari para Allahut subhanahu wa taala. Bela inna rabbahu kana bihi basir. Thot, por se gjithsesi Allahu azza wa jall krijuesi i tij kana bihi basir, ka qenë mbikëqyrës i tij dhe i ka mbikëqyr gjitha veprimet e tija, qofshin të mira apo të këqija. Qofshin të mira apo të këqija, dhe shtash është momenti kur ai duhet të ballafaqohet me veprat e tija që i ka bën. Nëse kanë qenë të mira, do të shpërblehet me të mirë, nëse kanë qenë të këqija, do të shpërblehet me xhehenemin, të cilën e ka përgatitur për mëkatarët. Lutim Allahun azza wa jall që të kemi dobi nga këto ajete kuranore, që të na shtojnë imanin, të na largojnë nga mëkatet, të na bëjnë besimtar më të devotshëm dhe më të përpikshëm në urdhërimin, në praktikimin e urdhëresave të Allahut azza wa jall. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allah shpëleft. Vazhdojmë në javën e ardhshme me pjesën e dytë të suratul Inshiqaq. Nëse ka dikush një pyetje, le të rrëdroj. Është mirë të përsërisim kështu, të dim spaku cila sure për çka flet. Thamë se suratul Inshiqaq flet do thot për ndodhit që kanë me ndodhur në ditën e gjykimit. Mutafifin thamë tregon për drejtësinë, tregon për pikëshmërinë dhe tregon do thot për barabarsinë që duhet ta ketë besimtari, dhe tregon do thot se Allahu azza wa jalla në ditën e gjykimit çdo kujt ka me akthi hakun e vet. Pastaj idha samaa'un fatarat, do të tregum se tregon kur do të për shkatrimin e qiellit, që është shenjë e ditës së gjykimit, dhe kryesisht do të flet për këto çështje që kanë të bëjnë me ditën e gjykimit. Pastaj vjen në radh surat Abas. Kush e kujtohet surat Al-Abas? Shkaku i zbritjes së surës, çka ka? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Po. Ati do me thonë i pasuri edhe kër ju ka thua i verberi. I verberi. Thot kur pejgamberi sa i ka bë davet Paris me kase dhe vjen i verberi për kërku nasihat të pejgamberit sa selam, dhe pejgamberi sa selam ja kthen shpinën, dhe Allahu azza si pasojë e kësaj e zbret do thot këtë ajet kuranor për me tregu do thot njëjtën e mirë të atij personi. Dhe këtu poenta është se te Allahu azza do thot të gjithë janë të barabartë. Ama parasysh se është i varfër apo është i pasën. Por se të Allahu azza wa që e ban të dallum njerëzit është imani dhe besimi dhe punët e mira. Dita e gjykimit do të zgjat 50.000 vite. Dita e gjykimit do të zgjat 50.000 vite. Ditë do më thonë një ditë do të jetë sa 1.000 vite. Që përmeni do më thonë në Kur'an, një ditë do zgjatë sa 1.000 vite. Mimma te udun, do thot për atinve që ju i llogaritni, thot Allahu azza xal, 1.000 vite të kësaj dunjoje. Kur të mash ti kalkuloj shumë dalin. Shumë dalin. E gjitha këto numra janë do thot me urtësi për me tregu se çdo kujt do t'i hipet haku i vet. Dhe çdo kush do të llogaritet, do thot për atë që e ka bën. Dhe çdo kujt nuk do t'i humb asgjë në atë dunjë. Dhe për këtë shkak do të thonë llogaria do të jetë xhanegat, ngadale koha është e gjatë, dhe Allahu azza wa jalla do thot e tregon e përmend gjithë këto vite, gjithë këtë numër të madh për me tregu se çdo kant ngadal fije për fije të llogarit për veprat e veta. Që shtin do të thotë trishtim në zemrën e besimtarit, që të mos i asgjësojmë mëkatet, që të mos i asgjësojmë veprat e tona. Qofshin ato mëkate të mëdha apo të vogla. Qofshin ato gabime do të thotë të cilat na i zom sa një fije kimës,
ta dim fort mirë se në atë dunjë kina me dhon llogari për atë. Kjo është domethënë qëllimi i përmendjes së viteve të gjata dhe të shumta për me tregu se Allahu Azza wa Jall do të çdo send në atë dunjë do të thotë në ditën e gjykimit do ta llogarit me hollësi. Nuk e di. Pasi që ne do të jemi umeti i parë që do të hyjë në xhenet inshallah. Umeti i parë që do të hyjë i parë në xhenet është umeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por nuk e di sa do të llogaritemi në të parët apo jo. Nuk e di. Nëse e din dikush mund ta përmendë. Jeta në vorë të jeta dërzajt, Po. Çfarë mënyrë apo apo një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shkaj cek. Në çka më kemi jeta në vorë. Për nash për xhenet, Po. Ato thia Përmendet me një hadith do thotë jeta e vorrit kryesisht domethënë është jetë e gajbit. Të cilën do thotë njerëzit nuk ban të flasin për atë jetë përpose me argumente fetare. Për këtë shkak i vetmi i cili na ka lajmëruar do thotë për jetën e berzajt apo vorrit është Kur'ani dhe Sunneti. Sepse Allahu Azza wa Jalla din atë jetë dhe pejgamberi sa ka ditë me përshkruajt atë jetë. Dhe çdo shpikje për atë do thotë është e rrejnë. Sepse s'ka qenë dikush të ta përjetojë dalë dhe ta përshkruaje. Për këtë kur kemi të bëjmë me jetën e berzajt apo me jetën e ditës së gjykimit, kufizohemi në atë të cilën e ka përmend Allahu Azza wa Jalla apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse është jetë abstrakte e panjohur e padijshme për ne. Ajo që dihet për jetën e vorrit, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ai që do të përgjigjet pyetjeve që t'ia parashtrojnë Munkeri dhe Nekiri, 3 pyetjet. Thot ai i cili do të përgjigjet pyetjeve, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa atyme do t'ju çelët vorri. Do t'ju çelët vorri. Do të fillojnë që ti ndinë do thot mirësitë dhe begatitë e xhenetit. Do t'i ndinë dhe do t'i shijojnë mirësitë dhe begatitë e xhenetit dhe kanë me thonë o Zot, o Zot, o Zot, më shpejt bani kiamet. Që të shkojnë dhe të vendosen në xhenet dhe të fillojnë do me thonë që të jenë xhenetli. Për dallim prej xhenemlive, që do të thotë atimve do t'ju ngushtohet vorri dhe do t'ju çelët do të thotë në drejtim të xhehenemit dhe do të fillojnë që të shijojnë azabin e xhehenemit dhe kur ta shohin se çka i pret në xhehenem, kanë me thonë o Zot, mos e ban kiamet. Sepse azabi që e kanë në varr është asgjë me azabin që i pret në xhehenem. Dhe për kësaj kanë me bëu do dhe kanë me thonë o Zot, mos e ban kiamet. O Zot kanë me thonë mos e ban kiamet. Nuk ka se do të pak për dika personi që natën e vorë, do në jetën në Brazil, për dika pak më orientu se kuanshë, shumë të ndja. Po, e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që më na orientu dhe më na tregu se ajo jetë është reale, dhimbja e shijohet me trup e me shpirt. Dhimbja shijohet me trup e me shpirt. Dhe është jetë reale të cilës jetë do thotë të gjithë kena me u nënshtru me lejnë Allahut Azza wa Jall. Dhe ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë ngushtimin e vorrit që do të ndodhë për çdo kant, thotë se brind kanë më u bë kështu, me gishte e ka tregu këtë, thotë se ka me ngushtimin e vorrit që çdo kanë ka me ngushtu kur të him në varr. Allahu na rujt nga kjo. Thotë dhe lajmet e Munkerit dhe Nekirit, pyetjet që kanë me parashtru, me laqe e cilat do të cilët nuk kam i përgjigj, pyetje që do t'i mshon me një mjet të rënd, i cili do më thonën ka me shti me pisku aq shumë, të cilën piskam do të kanë me ndëgju gjitha krijesa, përveç se e gjinët edhe njerëzit. Përveç se e gjinët edhe njerëzit. Këto janë do të disa nga përshkrimet që kanë të bëjnë me jetën e varrit. Allah na i baft vorrin një bafë që prej bafëve të xhenetit. Edhe njerë nëse ka mundësi. Për në... Pa. Kush për në xhenet. Do t'i presin atë për cilët presin rënd, apo do të vazhdojnë? Si pas ajeteve kuranore,
Këtu përmendet se wa yanqalibu ila ahlihi masrura, se përmendëm se xhenetlia do të thotë i cili do të përgëzohet me xhenet, duke i zbrit librin në krahun e djathtë, do të shkon te familja e vet, më njëherë te vendi i vet, te banorët e xhenetit i gëzuar. Që do të thonë do të pashkangjitet xhenetlive më njëherë. Që do të thonë nuk do të rinë në vend neutral, por se do të gjikohet për në xhenet edhe më njëherë do të shkon të përjetoj të mirat e xhenetit. Nuk do të prolongohet, do të thotë nuk ka status quo. Sikur se për xhenemlin. Sikur se për xhenemlin, kur gjikohet për xhenem nuk ka me pushu edhe pak. Jo, më njëherë do të shkon. Më njëherë do të shkon në xhenem për ta merituar do të thotë dënimin e vetes, do të thotë për ta shiu dënimin e vetes që ai e ka merituar. A ku kena më gjikuar? A ka më kanë aty, ka më nakshite bota mos kur kena më gjiku, do të thotë gjithë njerëzimi kanë me pa njëri tjetrin. Për këtë shkak do të thonë toka ka më bëhe drejt. Wa idha al-ardu muddat, dhe kur toka ka më bëhe drejt e barabart. Dhe gjithë njerëzimi do të thonë kanë me pa njëri tjetrin. Kanë me pa njëri tjetrin. Dhe për këtë shkak do të thotë është qëllimi i asaj se Allahu Azza wa Jalla tokën do ta bëjë do të thotë të drejtë, sikurse do të thotë likura kur shtavitet dhe thahet dhe bëhet e drejtë. Në Kur'an janë 6 shkronja, që çdo fjalë i gati fillon me ato 6 shkronja. Elifin, Wafin, si i dini inshallah se çfarë do të thotë. Ka ndonjë utësi të ato? Nuk e di. Nuk e di. do të thonë nga ka një gjykimi ka më. Një nga një, po. Për këtë shak, çdo kush ka me thonë nefsi. Një nga një. Si ka normal në fund. Se Allahu i drejtë po jeta e berzahut, çka nuk kupton. Edhe kur shembull, a është ajo në varr, ai ka shpirtin në vetë, a vjen shpirtin në varr. A vjen çka? Shpirti. Po. Kur ndron jetë njëri, po shpirti dohet. Dohet. Ngritet. Ngritet në qiell, po. Po në varr, e një shpirt, po. Jeta e berzahut. Kur është ajo? A është në varr apo? Jo, jeta e berzahut është në varr. Në varr është jeta e berzahut. Në varr me shpirt e me trup. Se shpirti kthehet në trup. Jeta e berzahut është në varr, është? Po, në varr është. Dallimi ku është? Se shpirti i besimtarit të mirë do të kalon shumë shtresa të qiellit. Shpirti i besimtarit të keq, apo njerit të keq, qafirit, çka dush ti? Do të nuk me laqet nuk lejon që të kaloje do të thotë në qiell. Pse? Sepse ndin erën e keq të tij dhe mirët dhe përplaset në tokë. Kurse shpirti i mirë kur të kaloj qiellin e parë, normal me izën, me leje, me laqet kanë me ndëgjua erë të mirë, të këndshme dhe kanë me pyet kush është ke. Do më thonë për të mirin kanë mu interesu edhe me laqet. Dhe kanë mu përgjigjë se kjo është filoni i biri i filonit. Dhe i pët lejën në qiellin e ditë, tretë dhe kështu me radhë. Kurse për shpirtin e keq, kur ndëgjën erën e keqe, nuk i pët leje që ai të kalon dhe përplaset dhe hudhet në tokë. Për kjo shak jeta e berzahit është në varr. Në varr. Dhe thotë është jetë e gajbit, nuk do me thonë se na kur ta qilim një varr do të me pa aty do të thotë gaca dhe zarm, apo do të me pa do më thonë aty pallatet mëdha. Ajo është jetë do më thonë gajb e panjohur për neve. Është për këtë shak do të thotë jeta e berzahit është pjesë e besimit e akides, do të thotë me besu në diçka që ti nuk e sheh. Dhe na do thotë këtimve haditheve dhe ajeteve që flasin për jetën e berzahit, vetëm i nënshtrohemi, vetëm i besojmë. Edhe pse realisht nuk i shohim. Se nëse qelim një varr, edhe nëse ai jo besimtar, nuk do me thonë se na atje kina me gjetë, do me thonë xhehenem, kina me gjetë do thotë, apo kina me pa me laqet, apo kina me pa si e ngushton vorri atë, ajo është këtë gajb për neve, e pa njohur, dhe këto do me thonë model në shesh besimi i pastër një besimtarit, i cili do thotë i nënshtrohet lajmeve të cilat vijnë prej Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sa edhe pse ato nuk i sheh. Edhe pse ato nuk i sheh. Po.
është shkela, nuk ka mirë shkela. Ka ndalesë që me ul tek varezat, me pushu, që të më thonë nëse paraqitet nevoja me kalu, kalon. Kalon, do më thonë. Po, shkelja do më thonë bëhet kur kalon, nuk ka pengesë, kur kalon, prej këtujt këto. Së një thu se ban haram apo gjina, kur kalon prej me një varë me një varë. Sepse ashtë janë vorët bëme. Problema është kur ti nahën nëbiju sasa anil gjulusi alel me kabir. Ka ndalu për nga mesën, thëtë sahabiju, ka ndalu për nga mesën që të ulemi mbi vareza. Të ulemi. Ullja është diçka, kalimi është diçka. Kur të kalojsh edhe shkel. Ama ullja vetëm se mo ti kalon se i të bo se fa ati. Kalimi është se ti e kalon, do më thonë, atë vetëm kalon, atë rrugë. Ka ndodhën, do më thonë që ki nevoj, dush me gropu këtë vërë, dush me bo hazër, du të mu ullë ati afer dhe tëtë që me shtin në varë, shtë me ras, normal, si kurse nevojë që i ka varimi në vareza. Ajo që ndalot është ullja në mbi vare. Ullja mbi vare kur është? Ullja mbi vare bëhet kur të na për shembull në ishe, shkojmë me varoz dikan, edhe ishe njerëzit ullën, do të vorë, mbi vorët e njerëzve. A ka mundësi shemë mu ndalë mes këti vorët edhe këti vorët, çka bëjmë? Rënitën të nasë zakonisht që janë me gurzi, me sen, me mermer, rënitën pite e kiveni dhe të kiveni, kitë mbi varë. Kjo është problem. Ullën, rinë, e presin që të kryjë, do me thonën, procedura e varosjes njerit se e kam përun. Nga kjo do të me pas kujdes, sepse nga kjo ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa kalimi si kalim nuk është problem, inshallah taala. Wallahu a'lam. Apo ata koncept kur i grafon koncept vore gjë. Po. Çfarë do të më bëni? Që një gjë të krije, edhe shkopim shemë që ti, ose ti. Ta ja këtë. Kur vetë apo që grafon, si më janë shumë për gjallë. Ashtu është, domethënë si më jam shumë për gjallë, sepse shenjtëria e trupit të besimtarit është e njëjtë sikur i gjallë, sikur i vdekur. Sikur i gjallë, sikur i vdekur. Domethënë ashtu Allah azza wa jalla si ta ka mbrojt ti dhe të trupin tënd, dhe e ka bo haram të tjerëve që mos me ta sulmu këtë trup, në të njëjtën formë e kanë haram edhe pas vdekjes. Nuk kanë drejt që askush s'ka drejt që me marrë dhe në përkamp gjenazën e të vdekmit, apo kocit e tia. Edhe nëse ndodhë që me gropu dhe një grop, edhe me dalë ati dhe të vareza, me dalë ati koci, atër do më thonë këtë rast, ato koci miren, lihen do të me një skaj, dhe varos të njëri tjetër, jo mi marë mi gjujtë ka të mërimna. Do më thonë sepse ajo është do të e ka atë respektin e vetë, e ka atë nderin e vetë, edhe pësë është i vdekon. Sikur se me qeni gjallë. Sikur se me qeni gjallë. Sikur se ti me qeni me një vend, edhe me ardhë dikush që im teka të thotë, aj ti hupi këto, se unë e më pisot, ti gjumë që gjedi konë. S'ka drejtë. Dhe thotë, për këtë shak, dhe thotë, nëse hasim në koci, dhe thotë, sidomos në lagjet ku jetojnë, dhe thotë, musliman, dhe ka varezat muslimanve, nëse na ndodhë që të hasim në kocit muslimanve, qëto koci, nëse paraqesim penges, si kurse i të gropu podrum, dhe të ka ndalë ato, ka dalë varë, e podrumin i të gropu për shumë me një vend, ku ditë historikisht ati ka njetu musliman, i merë ato koci, nëse s'mundesh milion në vend, ati i merë, i qonë të vendet ku ka vareza, qelë varë edhe i vendosë, do më thonë ati, për me tregu respektin dhe nderin, do të thotë ndaj këtij njeri. Se ai do më thonë meriton respekt dhe nderime, sikur se me qeni gjallë, edhe pse është i vdekur, edhe pse ai s'ka gojë me fol. Ama ishtrat e tija do të thotë janë shenjë do të thotë për me tregu se ti dush me respektu. E merrat edhe çon tek varezat e qytetit, e mahallës, e katunit, kudo që është ajo, i shtin në tokë që të mos lujnë dhe tallën me ta do të thotë kafshë e egra apo fëmijë që nuk i kuptojnë këto mesele. Dhe do më thonë me kaq mbaron obligimi jot ndaj atij persone.
por është me rëndësi që të mos i një përkambim ato koci, sepse kina me dhonë llogari për atë, sikur se me qeni gjallë. Sikur se me maltretu një gjallë është njëjtë me maltretu kocit e një muslimanit e vdekun. Njëjtë e kije. Kimo llogarit për atë. Në këtë shak do më me pas kujdes në këtë mesele. Sa është vërtet që përpara të ishim mos shkretën një varsa vendin nëmte, mitën njeze, bon, deshje, nuk duhet me ndrejtë shkri. Ka vërtet në të përshka për vetëm destitni. Njeri do të thotë nuk ban me i në përkom varezat. A varezat nuk janë vendet nemura. Nuk janë vend nemta, të mallkume. Kryesore këtu të në qërë përpara pas ka pas vore, që përshëton nuk bashkën vetëm deshjet në dojë, u mikër njezit, se këna vendin një. Ja, s'ka të boja jo me këtë. Nuk ka të boja. Të vdekmit nuk kanë fuqi që me bo mirë as dam. Me pas fuqi që ata me bo mirë, dikuj do të këshim bo vetë vetës. S'pari herë. Për këtë shak do më thonë, këto besime janë të kota. Besimet kotat janë të pabaza. Dhe janë rrepsisht ndalume me fej që na me besu kështo. Apo mi promovu këto besime. Për këtë shak, nëse ndë një vend ka pas dhe të vareza dhe për nevoja kolektiva, ato vareza janë disloku dhe ndë njëherë në ato rrugë ndodhë ndeshe, nuk do me thonë sot si pasoj e varezave që kanë qenë ati. Ka mundësi me qenë, do me thonë, lëshim i inxhinjerit që i ka bo dhe thot projektimin e asoj rrugë. Ka mundësi me qenë, dhe thot, lëshim i prodhimit në asfalt, që se ka bo ashtu si duhet, e ka bo që të rëshita apo kështu më radhë. Lloj arsye tjera ekzistojnë, që janë shkencore, që janë të kapshme. Sepse që ato rrugë me marë mi gjanu pak më shumë, mi bo pak më të gata, më të gjona, më të drejta, kujt diçka, nuk do të kishin ndodhur këto probleme. Për këtë shkak do të thotë as pak nuk është e vërtet se shkaku i asaj se më herët ka pas varezat e shtash ndodhin këto besime janë të kota, që do më thonë mundohen mi promovu njerëzit me akide të prisht, me akide do më thonë e cila akide shpesher bazohet në kufriate dhe në shirkiate. Allah në arrujt nga këto besime. Në vendet ku ka vareza nuk lejohet ndërtimi. Në vendet ku ka vareza nuk lejohet ndërtimi. Edhe pse do të fetarisht për nevoja, po thamune për nevoja, po fole nevoja këto në aspekt general, për nevoja të arsyeshme dhe nevoja të kolektive, këtë po du me përmend, për nevoja kolektive lejohet dislokimi i varezave, sikur se të mirin ato vare të varose në vende tjera, që nuk kupton se nuk ban për nevoja private me shku vendin që është i posaçëm për vareza, do më thonë me uzurpu dhe me bo dhe tot vend banim. Edhe pse fatkeqësisht do më thonën kur të mash dhe të studiojsh historikisht, ne do më thonë e kemi lagjën e Gazibabës, ku pjesa më e madhe e saj në tapijat e vetë osmanlite thirret dhe emërtohet me emrin Mezarhane. Do të vend i varezave. Vend i varezave, ku sot do më thonë njerëzit të cilët jetojnë një pjesë të madhe të Gazibabës që s'po du mi përmend, do thotë mahallat, që i di shumë mirë, janë mahalla dhe vende ku janë të ndërtume mbi vareza. Do thotë më herët, me vite ato vende do thotë kanë qenë vetëm për vareza. Gazibaba për shembull dhe një pjesë e madhe e saj, më herët ka qenë buteli i atij zamani, sikurse të na buteli që është sot. Vend i posaçëm për vareza, buteli i atij zamanit ka qenë Gazibaba. E sot e kemi lagjën. Zakonisht janë vakëf. Varezat muslimane më bëjnë vakëf, po. Si zakonisht shumicën rase në Serbisë. Vinë në një zëpun në muslimane për shkak vareze. Si zakonisht kanë lënë për vakëf. Mund të jetë shkaku i jetë në mëse e përmendit se do të po për shkak që vakëfin e përdorin për shpia të jetë një shfarë.
Sa përngjesin, shukar Allah të cili ka kaplutë të këtë. Ai mundet me qenë, domethënë, dënim për Allahut Azza wa Jall. Po, mundet me qenë dënim për Allahut Azza wa Jall, ama jo se do të thotë shkaku i vdekjes, se të vdekmi ti hakmirën atij. Te na shpeshherë do mundet me qenë shkaku i uzurpimit të vakëfit. Shkaku i uzurpimit të vakëfit. Jo se të vdekmi ti hakmirën atij. Po, a shkaku i uzurpimit të tokës që është tokë vakëfi, Allah zë ka mundësi që ata mi dënu për këtë dunjo. Po. Sa jo është vjedhje. Edhe shiqoni, uzurpimi i vakëfit, që du të me pas parasysh çdo kush, uzurpimi i vakëfit, do më thonë nuk është, sikur se vjedhja dikujt pin xhep me anxher kuleta. Uzurpimi i vakëfit është vjedhje për cilën vjedhje dush me dhonë llogari për gjithë njerëzit që kanë jetu prej atë ditë që është lënë vakëfi deri në ditën e gjykimit. Se kur ta nxjerrën atij kuletën prej xhepit, unë nëse më marr të tjetër me të kërkuar allak. Apo? Dhe me të thonën u pendova. Që ka shpare ki pas po t'i kthej. Ose nuk kam ma bën halal. Kurse te vakëfi dush me dhonë llogari. Pejtë Rahmetli Isa Begi, për përmendi Rahmetli vakëfgjin e kësaj xhamie. Pejtë Rahmetli Isa Begi. Atë ditë që e kalon, do më thonë, para 567 vjetëve, apo para 557 vjetëve, kur e kalon vakëf, do të thotë vakëfin e Isa Begu që quhet, prej ati, për gjithë njerëzit që kanë jetu për atë zaman deri sot, edhe për gjithë që kanë jetu deri në ditën e gjykimit. Ki me dhonë llogari. Sepse ai e kalon këtë vakëf që ta shfrytëzojnë gjithë muslimanët në kohën e tij, mas tij edhe derisa të ekzistojë kjo dunjë. Edhe për këtë shkak do të thotë shumica dërmuese e dietarëve thu se ka ixhma. Kanë thonë se nuk ban shitja e vakëfit. Një pakicë e vogël, shumë e vogël ka thonë lejohet ndrimi i vakëfit me vakëf tjetër. Ka thonë për arsye li maslahatin rajiha. Ka thonë për maslahat i cili është i sigurt pa hamendje. Si kanë thonë, kjo mesela është pak më bashkëkohore, ka thonë sikur se kur është nën vakëfi qendra e qytetit ka qenë në atë vend. E më vonë me zhvillimin e njerëzve, me ardhen e njerëzve në atë vend është zhëru qyteti dhe qendra është disloku. Dhe ka thonë lejohet me shit një vakëf që është këtu, për me bli një vakëf tjetër që është në qendrën atje, që të ketë dobi ma shumë vakëfgjia që e kalonën, që të ketë ma shumë sevape, se këtu është pojenta. Se vakëf do me thonë dikush e kalon një send që nga e send të vinë sevape në varë deri në ditën e gjykimit. E ti qka ban? Merë dhe atë e shetë dhe i thu bolle pata deri sot. Para më do qëfar logarie kime dhonën për këtë Allahu Azza wa Jall. Para më ndone se qëfar haki ko me t'lipa i vakëfgjia në ditën e gjykimit. Dhe ka me thonë, me qëfar drejt e ti mu më ndërprejve hajratin që e lash. Se vakëf do me thonë hajrat, dikush kalon diçka për hajrat. Vakëf është edhe trona shqyrore dhe këtë njërë. Vakëf vakëf do të thotë në shariat është kur dikush e lën një tokë për të mirën e islamit dhe muslimanëve. Që është e emja private, e kom blej me parët e mia dhe tham pisot e naton kjo është për të mirën kolektive të ketë muslimanëve dhe islamit. Të është shteti islam. Shteti trona e shtetit islam. Dhe ati e merë tronën vakëf fardejtë. Edhe ajo është tronë shqyrore, keli. Nuk është vakëf, nësë një thu vakëf asaj. Pronë shoqërore është edhe toka e cila është e papërpunume, e cila është e lantë, dhe ti e merë dhe e përpunon dhe në gjatë dhe bohët e jote, haki jotë bohët. Për kësha ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se të kush e në gjallë një tokë, e cila nuk ka pronar, ajo tokë është e ti.
Ajo tokë është e tij. Ai bëhet pronari i asaj toke. Pse ato tokë prej të vdekt e ka bërë të gjallë. Mama s'ka pronar ajo. Ajo nuk ka pronar. Për këtë shkak shtetet islame me shku me zhvillu një vend i cili është i lënë masdore, me automatizëm bosh pronari atij vendit. Veç shteti islam ama me qenë se është e pronë dikujt. Me kon gure ti me bo barë, sot s'është e jotja kjo. Kjo është e këtij. Ajo është pronar. Kurse vakëfi është kur dikush një pronë të vetën private e lën mirësi të kolektivit shoqërisë islame dhe muslimanëve. Po, në shërbim. Aspektin qësor, vakëf, në të kemi fjalë skuf. Stopë, nëse prej. Kif, po. Po. Po djallë të paska, a e lënë të se prej. A këta të kështu? Dhe të thotë, e lënë se prek min malin hirs është nga pronë që është e mbrojtë. Nga pronë që është e mbrojtë. Për këtë shak, për këtë shak, nuk konsiderohet vjedhje nëse e gjon një kolet në gjatë dhe merre shtin në xhep. Në sheriat nuk ka vjedhje kjo. Sepse nuk është e mbrojtën, është e lanë qashto. është e lanë qashto. Vjedhja është që tërsen pojnëta, dalon se shta shkolle të rnjoftime, koj diçka unë. Shtë shta unë e përmenda koletën. Ki gjithë, koj di një gajbe me molla, thuj. E përmenda unë koletën, po mujna me ndru. Po. Jo, iPhone-in e gjon, pronarin. Se ku boj edhe unë iPhone mësë ma marin. Po. E kam për qëllim, vjedhja është, apo vakëf është malën në hirs. Mal i mbrojtën, që ditë pronari i saj. Kurse toka që është e papërcaktume, që shteti nuk ka para pa dobi për kolektivin, për në atë tokë, ajo tokë është e lirë, kush e merë, e zapton, e rethon, e punon, pa dhe nuk di detaje, ndoshta jam i sigur se kam përmend ulemat diçka, por nuk kam lezu diçka ma shumë rreth kësaj. O gjatë vetë për ditën e gjykimit që përmenë po dhe të ballafaqohen me Allah, ose që e dim se shumicës prej njerëzve që mund jo besimtare dhe të mirët e drejta në pa bukurinë e Allah. Tash shumë të tjetë ditë e gjykimit personalisht, a të shqipen në Allah, apo të tjetë vetëm si za, apo që të tjetë? Nuk e di. Për ditën e gjykimit? Ka njësa... Që më arabisht Necva, në din. Necva në e kupër shkast. Kam lexuar për këta në shqip një formë. Po. Necva më lexuar kështu ishte për fëmijë arabisht. Për më katosh, ka unë më katë dhe zdome da kalzohën në më katë. Para qenë, kështu ishte një perde, a i tregonë, se në jam e di për më patë të me rivo, po së përshë nga zbullu, po të me tregu se e di me katë, më që se di. Ja, tjetër është. Ja. Jo muslimant. Si kam i logarit Allah në zëgjën. Jo muslimant, si kanë më... Do më thonën, nuk përmendet... Nuk di diçka. Do se në ndaj të rejtë të fitë sa Allah së ditë në gjimit. Kuse që në ti të shumë në gjenet li, e të shumë. Si ke të gjenet li, që të shumë në shumë. Që të shumë të vaqit dhe të gjenet li, ka më të folin ditën e gjykimit. O do të shqipë... Në nëse ka në se kam lezu të për ditën e gjykimit është në libër, do të ketë perde, midis njerëzve edhe Allah së më edhe dritë. Por e perde, mund që Allah së Në gjenet do ta shohin Allah në zëgjën, më ditën e gjykimit, për me pohu edhe më hu, apo më hu, mu nuk më kujtot, diçka për këtë shak më mirë, po ndalëm këtu dhe thamë nuk e di. Edhe në gjenet dikush më shpesh e shet dikush... Po. Kanë me pa, thot pejgamberi, kanë me pa Allahun në zëgjën, sikur se e shojnë honën 15 që. Ashtu ashtë i qare kanë me pa Allahun në zëgjën.
Allah në mund soft që ta shumë. Ku kemë borgjët me gjithë të shkasën? Shumë të lidhën me këto shemë disa që në kërkojnë, ari, që kanë në përvorën, sa është kjo e leju, ose që se din diçka, a ki dhejtë me shumë dhe një. Në përvorën e normal. Inshallah kam plan me kitabur Rikaz, kaptina e Rikazit. Rikaz është domethënë me gjithë pasurinë që është e varros në tokë. Mu vetë të më interesu si studim, po kam nevoj, se kom përpënu si temë si duhet, përke qak nuk po du mu përgjitë se ka mundësi me dalashit. Më intereson edhe njerëzit të cët i lipin me tapia, ka të shkru me pronara, asene, ka ati shumë meselet që ndërlidhen për me thonë pa jo, apo si me në ta. Një është sigurët nuk që qëtë që e ka një për të ndëshësh, alo, asë në nësë një gramës. Ban Bajram të si se ka gjetë. Jo, që të tonë. Kanë gjetë. Edhe 7 minutë e zonë. Po, ha? Në me telefonë, gjeni kërë që ka zojti. Ne e të dera gjamish. Shkot, një ratë, këdo po, në dhe me me nesër. Ato i kam qënë si kërë e gjyshë me gjyshë të një. Shkot, po, dalë në të gjenë në tonë, në kërë shkën dhe ne pas kam në që ato është shkën që nuk të e të mund shkot. A të thonë që e ujnë në përdejtëna, ajo me konsiderot që i kërkojnë dhe më thonë shemë që është sikur një qeni vogël, edhe shkojnë që është në nërë me lypin edhe gjenë dhe shkara, i takon të një lipsin. Tjetër që e nëzirin prej zallit, prej minjerave, është tjetër ma bet. Në po flasim pasurin e varast në tokë, e fshehet do më thonë, dhe pronari ka hikë. Ka shku, e ka lanë, e ka haru, e ka hupë. Dhe arsye ka. E kam shef. Arsyet janë të nëllëshme. Hajda gjenë. Ajo është Rikaz, është ka mesele dhe më thonë pasachme të cët duhet ndoshta ndë një ligjerat mi përpënu pak më mirë. Disa këshin shkru me lip altan, ta me këshin qelë atë gropën, këshin nisë me kajtë një bejva atë këta. Kishin hik njerëzit, do më thonë, me ketë që këshin pas me vetin, bajgi burat më dhej. Ishin mobilizu, ishin po hazër, atë e kete me veti qka mos, kur i kanë një bejbën të kajtë, hik një bura, pësa këshin do. Sa janë përfetë, ose i lanë, për shemë për me rujtë në atë, e pi amon të gjendve. Një ratë në shefa, një njëse e ka gjithë, mas një avë kanë detiru pa ti të më shumë e ti të vejtë, se ma ratë. A e ka ba nije për me rrugën që Allah halem që farë më njëve që shka një. Ka do të tëtë vende ku fshet altone që njerëzit kanë bo si hirë në atë vende. Si i kanë bo që i kanë bo. Këto mesere së nësu sa shtu kështu, veç ka që njerëzit kanë bo si hirë në vendet ku i kanë shti altonën e vetë, që si njerëzit likë. Ama qka që shtek, do të tëtë këto mesele janë gajb janë dvjetra të cët nuk kemi informatat sakta që me dit. Po edhe nëse kemi, ato se ilbas janë rejnca. Ku ju zinë bejs atë me pëta? Ku ju zinë bejs? Nuk ju besot atë. Për keqa këtu do më thonë është edhe një problem tjetër do më thonë që du të me pas kujdes, komunikimi i bile dhe i rukjegjive me gjinët. Folja me ta pyetja e timve se ku është si iri e sena është pak problematike, që du të me pas kujdes. Që du të me pas kujdes se gjinët nuk janë të besushëm. Që maj ka marrë guximin që me hinë trupin e ndonjë njerit edhe mi bo zullum. A e zullum qarë. Dhe ati ka ardhen me urdhin e ndonjë sehirbazi, zakonisht. Apo për të hakmarë për diçka. E si ka mundësi që besimtari dhe më thonën mi besu dhe tëtë ati shejtoni, ati e gjinës që është dhe më thonën rëndës, që është dhe më thonë dredhan, që është trastari e manetit. Dhe për këtë shak dhe më thonë një pjesë e ulemave kanë thonë komunikimi me e gjinë edhe mi besu në fjartë është sikur se mi besu fallxorit.
sikur se mi besu fallxorit. Kush e din hadithin e fallxorit? Kush shkon te fallxori dhe nuk i pranohet namaz 4 ditë. Po. Disa ulema kanë thonë kur rukjegjia komunikon me e gjinën dhe i beson, kanë thonë pjesërisht hinë këtë hadith. Me pas kujdes. Dush me pas kujdes. Për këshak du të murujt, do më thonë, prej kësaj, sepse është punë e ndishme, sepse ki të bësh me e gjine, me rejnca. Edhe nuk du të mi thonë liri vetë që mu komuniku me e gjinët. Punë e rukjegjis, punë e muslimon, të është që me ledzu Kur'an. Edhe me anë të ati Kur'anit këtë bindje se ka medala e gjini prej ati. Prej kahit, ma i fuqish komunikimi me e gjinë sa ledzimi i Kur'anit. Nuk ka mundë si fjalla ime, e cila është muhabet me gjinë me qenë, do më thonë, ma efikase se fjalla Allahot, e cila është djegëse për gjinin. Kjo është një mashtrim i shejtanit që mundohet, do më thonën, me mlu vetë nga ana tjetër me vaprish rukjen e mirë rukjegjive ta. Allahu i rujt atë rukjegji, do më thonë, Allahu mos na lasht pa ta, sepse janë njerëz të cilët rinë të rënë dhe luftojnë sihirin, do më thonë, në mënyrë praktike dhe prej safërmi, por megjithatë do thotë na si vëllezër dhe si musliman vazhdimisht duhet të këshillohemi mes veti dhe rukjen ta bëjmë në bazë të rregullave dhe parimeve fetare, duke mos i shkel ato rregulla dhe parime për hatër të ndonjë çmundit apo për me pretekst se na jemi të i bo mirë një çmundit që ka sihir. Allah shpëlej për durimin.